Për nder të muajit të bekuar të Ramazanit, do të jemi edhe më afër shikuesve me programe të begata. Çdo ditë ju paraqesim emisionin Kuizi i Diturisë, me pyetje të përgjithshme dhe fetare. Çdo pyetje do të shfaqet në ekranet tuaja dhe do të ketë 4 alternativa. Ndërsa nëpërmjet emisionit Lexojmë së bashku, ju ofrojmë mundësinë drejt për drejt që të lexoni Kur'anin për cilin e hoxhës. وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم. Që të jemi vazhdimisht afër jush, do të shoqërohemi çdo ditë nëpërmjet emisionit të drejt për drejt Freskia e Ramazanit. Mirë se po takohemi edhe në freskinë e sotme të Ramazanit në këtë emision të drejt për drejt. Padyshim i gjithë Ramazani është me plot begati dhe shumë mirësi. Dhe është një atmosferë pak ma emocionuese tek xhamati në përgjithësi. Ta njohim Allahun është emisioni që vjen para iftarit me hoxhen Enis Rama. Dhe a ka njohje më të bukur se ta njohësh Zotin tënd? A ka njohje më të mirë se ta njohësh krijuesin tënd dhe atë që kujdeset për ty dhe të furnizon vazhdimisht? Nevoja jonë për të njohur të dërguarin e Allahut është shumë e madhe. Andaj gjatë këtij muaji do t'ju shoqëroj seria Ne dhe i dërguari me hoxhen Ekrem Avdiu. Vetëm për të ndriçuar njerëzimit jetën dhe rrugën jetësore. Edhe këtë vit ju sjellim sezonin e dytë nga emisioni Ditët e Ndryshimit. Është ky takimi i radhës në emisionin Ditët e Ndryshimit. Ne kemi respektuar Zotin atë kur Zoti na thotë bëni këtë, edhe në fund fare është në interesin tonë, duhet ta bëjmë. Thotë pejgamberi sa muslimani është vllai i muslimanit. Nuk i bën pa drejtësi. Duhet patjetër që ta ndihmojmë njëri tjetrin me qëllim që të plotësohet jeta më e bukur dhe më e lumtur. Shumë njerëz rrëfejnë se si udhëzuan në librin e Allahut në emisionin Kur'ani më udhëzoi. Bil-Qur'ani ihtadayt. Bil-Qur'ani ihtadayt. Ahli. Shikuesve tanë më të dashur do t'ju paraqesim emisionet Tregime për pejgamberët, Oktapodi, Elif e shumë çka tjetër. Profetët janë njerëz fisnik, janë njerëz të zgjedhur, janë njerëz bujar. Do shikoni befasit, është një emision shumë. Unë i kërkoj falje Allahut. Për të lexuar fjalët, përdorim 3 shenja sizanore. U, E, I. Sërish afër jush në Ramazan, shoqëruesi juaj televiziv, Peace TV.